të udhëtosh në përbrigjet e bukura të Abdeuton është me të vërtet kënaqësi. Por udhëtimi të bëhet akoma më i këndshëm kur në tren has pasagjerë të gëzuar si këta. Që është gjithë ky gas, kjo hare që u ndri në fytyra, se janë veshur e stolisur kështu, mos shkojnë në dasëm? Jo, nuk janë krushqe as dasmor, janë grupet folkloristike që vinë në Tiranë për të marrë pjesë në festivalin e këngës, muzikës dhe vallëve. Të rritë të reja të festivalit që vinë këtu për të paranherë, kanë dëgjuar shumë për bukuritë e kryeqytetit. Dhe sot ata kanë dalë të shohin me sytë e tyre këtë bukuri. Por le të shpejtojmë për në teatrin popullor, ku qindra vetë presin me padurim hapjen e festivalit. Ministri i Arsimit dhe Kulturës Shoku Manush Miftiu përshëndet amatorët në emër të partisë dhe qeverisë dhe uron atyre suksese akoma më të mëdha. 15 vjeç lirim, 15 pranverë të bukura, ja për këtë këndojnë të rritë ansambli të artizanatit të Kockës në këngën kushtuar 15 vjetorit të shkrimit. Ballën dhe këngën shqiptari i kanë gjak prikosh. Këta filizja të rinj të ardhur nga rreth të Kukësit janë për të rrisit e denjë të traditave tona të lashta artistike.
Folklori ynë ka kënduar jo vetëm trimërisë, por dhe për dashurinë ka thurur vargjet në të bukura. Të njohura janë dropullitet për kostumet e tyre të bukura, por edhe në valle nuk mbeten pas. Ato kërcejnë plot hir, lirizëm, art dhe elegancë.